Prokuroria themelore në Ferizaj ka hapur as për veprën penale vrasje e foshnjës gjatë lindjes, lidhur me dyshimin se një nën 21 vjeçare ka privuar nga jeta foshnjën e saj. Zëdhënësja e prokurorisë Vjosa Baftiu bëri të ditur se trupi i pajet i foshnjës është dërguar për obduksion. Sipas saj, hetimet janë duke vazhduar dhe po merren në shqyrtim gjitha rrethanat që lidhen me rastin me qëllim të zbardhjes së plotë të ngjarjes. Policia e Ferizajt ka njoftuar se pa dalur raporti nga Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe pa u intervistuar e dyshuara nuk mund të ketë një epilog të qëndrueshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se mirëpret çdo kënd që ka ambicie politike e vizion për qytetarët, por ka theksuar se nuk duhet ngatruar dëshirat me fakte, teksa u pyet për ofertën e mundshme të lidhjes demokratike të Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Me kryetarin Lumir Abdigjiku si kandidat për kryeministër e Vjosa Osmanin si kandidate për presidente. Kurti ka thënë se nuk duhet harruar se si ka vendosur populli para 4 muajve. E për çështjen e pozitave si kryeministër e president, ai ka thënë se për këtë vendos populli e jo ndonjë kryetar partie apo pretendent për ndonjë post, duke aluduar te Osmani. Cilët kanë ambicie politike, duan pushtet, kanë vizion e ide për të mirën e qytetarëve, le të angazhohen, le të punojnë me çka dinë mundën dhe ju dëshiroj sukses. Por duhet ta keni parasysh që për këtë gjë nuk vendos asnjë kryetar partie, asnjë pretendent për çfarë do posti, për këtë vendos populli. Dhe mos harroni që ka vendos populli para 4 muajsh. Pra, populli në zgjedhjen e 28 dhjetorit 51.1%, jo 50%, 51, jo 51, po 51.1% ja dha lëvizjes për vendosje. Rrjedhimisht, shikoni, njerëzit kanë dëshira, dhe kjo është normale, po nuk do të më ngatru dëshirat me faktet. Ish këshilltari ish presidentës Vjosa Osmani, Burim Meta, tha për Radio Televizioni 21 se përveç ish deputetës Jeta Statovci, e cila së fundmi u rreshtua krah Osmanit, edhe anëtar të tjerë të partisë Guxo pritet i bashkohen ish presidentës për zgjedhjet e 7 qershorit. Sipas Metës, shumica e anëtarëve të Guxos mbështesin Osmanin, përjashtuar ata që kanë kaluar nga lëvizja vetëvendosje në këtë parti. Meta ka konfirmuar se krah Osmani do të rreshtohet edhe ish deputetja Albena Reshitaj. Zoja do të jetë vetmja parti në histori të politikës kosovare që do të ketë më tepër në kryetar se sa anëtar të asaj partie. Dhe natyrisht të gjithë ata deputet, të cilët kanë qenë të gjithë nën kryetarët e partisë, paramendoni të gjithë nën kryetarët e partisë Guxo tani më janë në përkrahje të Vjosa Osmanit dhe natyrisht në lidhjen demokratike të Kosovës. Do të ketë edhe të tjerë, natyrisht do të ketë edhe të tjerë, ekskluzivitetin do ta ketë presidentja Osmani që ti paraqes para mediave dhe t'ju informoj ju, por natyrisht të gjitha ata deputet të cilët kanë pasur vlerat e tyre që kanë treguar gjatë kësaj kohe do të jenë pjesë e jona. Jo edhe ata deputet të cilët kanë qenë të vetvendosjes që kanë kalu në Guxo, se janë Guxo, dhe jo ata deputet të cilët janë të pa edukuar dhe të pa zhvilluar në aspektin intelektual. Kush mund të jetë tjetër? Për shembull, kemi prurjet e reja, është Nezir Kraku, Albana Reshitaj. Nezir Krakun unë nuk e njoh, nuk e di që është Guxo, e di që është ideologji vetvendosje. Dhe kam dëgjuar që nuk do të merret edhe me politikë, nuk kam informata më tepër. Albena është pjesë e jona. Pra Albena Reshitaj do të rreshtohet me Vjosa Osmanin. Po. Po në këtë fushat politike ose në këtë fushat zgjedhore që tashmë ka nisur, a do ta keni sulmin më të madh ose përplasje më të madhe me Donika Gërvaldën apo me zotrin Kurti në përgjithësi? Unë jam i lumtur që Donika do ta ketë biletën një drejtimshë për Gjermani nga unë, pro bono. Dhe natyrisht ne, siç kemi treguar gjithmonë vlerë edhe në fushat, edhe lidha demokratike, ne do të ruajmë nivelin, do të propagandojmë programin ton.
nuk do të provojmë që të polarizojmë skenën politike, të përçojmë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne do të bëjmë paraqitjen e programit tonë, vlerave tona, të njerëzve tonë, derë më derë, shtëpi më shtëpi, dorë më dorë, dhe do të provojmë që sa më pak me u marrë me partinë në pushtet me vetëvendosjen, por natyrisht do të përdorim edhe reciprocitet, po që se është nevoja. Nëse këta fillojnë kështu me propagandë negative që njerëzore të merren me ne, natyrisht ne jemi të obliguar që të informojmë për klasit tonë që një gjë nuk është e tillë dhe pikërisht ato që na thuan neve ndoshta janë si projekcion që po e përdorin në një pjesë e vet atyre të cilët po e propagandojnë. Duhet të kenë kujdes që reciprocitetin në arsyetim tonë dhe tregim të bamave të tyre gjatë kësaj kohe qeverisëse do ta kemi edhe si komponent tonë. Edhe mbrojtëse, por edhe sulmuese. Anëtari i kryesisë PDK-s Mërgjem Lushtaku ka paralajmëruar se kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj mund të jetë pjesë e listës së PDK-s për zgjedhjet e qershorit. Ai ka thënë për Radio Televizionin 21 se ende nuk ka një vendim përfundimtar, por emri i Limajt është përmendur në mbledhjen e djeshme të kryesisë së PDK-s dhe se çështja pritet të qartësohet deri më 12 maj, kur përfundon afati për dorëzimin e listave në KQZ. Po, faleminderit shumë. Partia Demokratike e Kosovës do të garoj si e vetme me emër, me akronimet e saj PDK, dhe sigurisht kjo ka qenë vendimi juni që nga fillimi, por do të jetë hapur për personalitete, për autoritete që kanë kontribut në shoqërinë tonë, në jetën publike, dhe që kanë mundësi dhe të rrisin besimin e saj në zgjedhjet e ardhshme. Në këtë drejtim sigurisht ne kemi fokus të veçantë edhe ata të cilët kanë kontribuar më së shumti në rritjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne dimë që PDK-ja është parti e cila ka themeluar shtetin e Kosovës dhe e dimë që ajo është përveç që ka rrit pavarësinë e vendit, ka ndërtuar me mijëra kilometra rrugë, shkolla, spitale dhe ka trefishuar edhe pagat e sektorit publik dhe ka rregulluar mirëqenien e gjithë qytetarëve. Sigurisht që tash ka nevojë edhe më shumë që të ketë një kontribut duke parë krahasimin me partinë që është në pushtet. Se vendosë që si e vetme, është mjaftueshëm e fortë PDK-ja që të garojë vetme në këtë zgjedhje? Partia Demokratike e Kosovës është e mjaftueshme e fortë, por sigurisht që ka nevojë për aleat që munden të hyjnë kuadër listës së PDK-s. Kush janë këta aleat që do të hyjnë? Dhe sigurisht dera jonë është e hapur dhe jemi duke munduar që diskutojmë me figura të ndryshme publike, personalitetet që kanë kontribut në shoqëri, qoftë në aspektin e fushave shëndetësore, të sigurisë, të fushës politike apo ekonomike, në gjitha fushat që mund të kontribuaj legislativit në veçanti, por edhe ekzekutivit në përgjithësi. Do të jetë një nga këta aleatët Fatmir Limaj? Për mendimin tim personal, comme thonë edhe publikisht, Fatmir Limaj, një njeri që është ndërthemelues të PDK-s dhe ka kontribuar në fiturin e madhe të zgjedhjeve të 2007-s, është njeri ndër ata që mundet të jetë pjesë e PDK-s, por kjo mbetet deri në fund të datës 12, që është afati i fundit për bërjen e listës për kandidat për deputet. Aty do të vendoset se cila do të jetë fati i gjitha emrave edhe personaliteteve të ndryshme. Po ka diskutime në këtë drejtim? Po ka diskutime, ne kishim edhe një mbledhje realisht dje, ku kemi pas edhe diskutime për kriteret dhe personalitetet e ndryshme që mund të japin kontribut në jetën publike, në veçanti në PDK, dhe ishte edhe emri i tij i përmendur, por derisa nuk kemi ende një kërkesë zyrtare për takim, nuk ka një diskutim konkret. Fillojnë edhe aderimet në subjektet politike. Aida Dërguti është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit. Për këtë ka shkruar kryetari i PDK-s Bedri Hamza pas takimit që ka pasur me Dërgutin.
Këtë të fundit Hamza e ka cilësuar si aktiviste dalluar dhe qytetare të përgjithshme. Për Aidën, siç e dinë të gjithë, drejtësia është mbi të gjitha në detyrë dhe në këtë mision do të punojmë bashkë, ka shkruar Hamza. Kreuja AK-s Ramush Haradinaj ju ka bërë thirrje bashkëdhetarëve që të regjistrohen për zgjedhjet që pritet të mbahen më 7 qershor. Përmes një video mesazhi të publikuar në Facebook, Haradinaj tha se Morgata duhet ta shfrytëzojë të drejtën e votës për të ruajtur lidhjet me atë dheun dhe për të kontribuar në të ardhmen e Kosovës. Vëllezër e motra në mërgim, e drejta për të regjistruar si votues është deri me 17 maj për zgjedhjet e 7 qershor. Duke u regjistruar, ju i runi lidhjet me dheun, me rënjet tuaja e tonat. Shfrytëzoni të drejtën, regjistroni. Mos e harroni Kosovën, Kosova ju dan. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë homazhe tek varri i herojt kombit Bahri Fazliu në 28 vjetorin e rënjes së tij. Kurti e përshkroi Bahri Fazliun si një nga luftëtarët e parë të çështjes çlirimtare shqiptare, por edhe si intelektual, poet, kritik dhe organizator të rinisë. Ai theksoi se Bahriu kishte rol të rëndësishëm në strategjinë çlirimtare dhe organizimin e popullit. Bahri Fazliu sot prehet këtu në Prishtinë ndërmjet dy personaliteteve të tjera të cilët i kishte gjithmonë pranë. Në të djathtë të tij është dëshmori i popullit shqiptar Bahri Fazliu, i cili më pak se një dekadë para Bahriut në ballafaqim të drejtë për drejtë me forcat armike serbe, ra heroikisht bashkë me Afrimshitin, ndërkaq në të majtë të tij është shoku i tij i pandashëm Agran Rahman. Dhe këtë përparësi që e kishte Bahri Fazliu e maksimizoi duke organizuar rinin shqiptare deri në ditën e 7 majit të vitit 1998, kur ra heroikisht në betejë, në Bogiqe, në kufirin ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, me forcat ushtarake të Serbisë. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka bërë homazhe tek varri i herojt kombit Bahri Fazliu në 28 vjetorin e rënjes së tij. Haradinaj tha se heroi Fazliu ishte themeluesi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe pasuesi i përpjekjeve të hershme për liri. Themeluesi u çakash, krijuesi i idesë së luftës, edhe pasues i përpjekjeve për liri të hershme të kombit shqiptar, të vllaut Fahriut, të Afrimit, po dhe shumë tjerëve. I paharum kujtimi, jeta dhe vepra, i përjetshëm pra kujtimi për Bahrin, herojnë e kombit Bahri Fazliu lavdi. Në 28 vjetorin e rënjes së herojt kombit Bahri Fazliu, te varri i tij kanë bërë homazhe familjare e bashkëpunëtor të tij. Njëri nga ta, Valon Murati, tha se Bahri Fazliu dhe shumë dëshmorë të tjerë ndikuan në çlirimin e Kosovës. Sigurisht që ne sot jemi të nderuar, të pikëlluar, të emocionuar, duke kujtu këtë figurë të madhe të luftës sonë çlirimtare, sepse ai natyrisht me punën dhe veprën e tij bashkë me gjithë dëshmorët e tij kanë ndikuar që një pjesë e atij misioni të realizohet, që Kosova çlirohet, sigurisht me edhe shumë tjera, ideja e madhe e bashkimit shqiptarëve me ende për të realizuar nga ne dhe brezat e tjerë, por ajo që është e rëndësishme është që gjithë duhet të dinë më shumë për dëshmorët, e për Bahriun ka të dihet shumë, sepse ky nuk ka qenë vetëm një aktivist, nuk ka qenë vetëm një luftëtar i thjeshtë, po ka qenë edhe një poet, ka qenë edhe një artist, ka qenë edhe një analist, ka qenë pra një intelektual me plot kuptimin e fjalës, dhe gjithë jetën e tij, gjithë punën, veprën e ka kushtuar xhirisë së vendit, Kosovës, popullit shqiptar dhe njerëzimit.
Ushtruesja e detyrës presidentës Albulena Haxhiu ka bërë thirrje mekanizmave ndërkombëtar që çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvezh dhe Bujanoc ta trajtojnë me prioritet në raport me Serbinë. Përmes një shkrimi në Facebook, Haxhiu ka thënë se vërejtjet përfundimtare të Komitetit të OKB-s për eliminimin e diskriminimit racor ndaj Serbisë konfirmojnë shqetësimet e ngritura prej vitesh nga shqiptarët në Lugin dhe nga institucionet e Kosovës. Sipas Haxhiut, pasifizimi i adresave përbën diskriminim dhe cënim të pranisë juridike të qytetarëve, duke u mohuar atyre dokumentet, shërbimet dhe sigurinë para ligjit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se beson në drejtësinë e UÇK-s dhe ish-krerëve të saj që po mbahen në Hag. Kështu shpreh ai teksa komentoi vendimin e fundit të gjykatës speciale për shtyrjen e afatit për shpalljen e vendimit për katërshën e UÇK-s. Ai tha para mediave se qeveria nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatë speciale, me që siç shtoi nuk karakterizohet nga transparenca. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte dhe gjithmonë do të kujtohet e mësohet në histori nga pa numër breza si luftë e drejtë, e cila ishte kundër një projekt genocidal kundër popullit ton, dhe njëkohësisht ishte luftë antikolonialiste, sepse ne nuk e kishim vetëm këtë genocidin e fundit nga Serbia. Ky ishte gjenocidi i 4 që e ka bërë Serbia për më pak se një shekull e gjys në i popullit ton, andaj edhe ushtria shqiptare e Kosovës, si bardhëse e luftës shqiptare të popullit Kosovës, të ndihmuar nga mbar kombi shqiptar, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Mërgat, është një luftë e cila gjithmonë duhet të kujtohet, të mbrohet, të mësohet, por në të njëjtën kohë edhe është domosdoshme që të nxjerrin mësimet nga gabimet politike të cilat janë bërë e të cilat na kanë sjellë në këtë situatë ku në vend se të kemi gjykata normale, kemi një gjykatë speciale e cila tash edhe i vonon vendimet e saj. Pra ne besojmë në drejtësinë e UÇK-s dhe në pafajësinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbahen në Ka nisur punimet për rehabilitimin e rrugës rajonale R119 në segmentin Kiev-Malishev, një projekt me vlerë 2.4 milion euro që përfshin mbi 11 kilometra rrugë. Në ceremoninë e fillimit të punimeve, kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilsoi ndërhyrjen si të domosdoshme për zonën e Lapushës. Me gjatësi mbi 11 kilometra dhe në vlerë prej 2.4 milion eurosh ka nisur punimet në rikonstruktimin e rrugës rajonale segmenti Kiev-Malishev. Në nisjen e këtyre punimeve mori pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se kjo rrugë është me rëndësi etike për banorët e kësaj ane, teksa shtoi se po bëhet investim i rëndësishëm. Me rindërtimin e rrugës Kiev-Malishev, si qeveria e Republikës Kosovës, po e bëjmë një investim të jetë të rëndësishëm për banorët e Malishevës dhe të mbar zonës Lapushës e Mëgjerë. Kjo rrugë në tërësi ka gjatësi mbi 11 kilometra dhe është lidhje kyçe për Malishevën dhe 5 fshatra për gjatë kësaj rrugës, me që rast projekti përfshin rindërtimin e tërësishëm nga baza e deri te asfaltimi final. Edhe para luftës, edhe pas luftës, ka pasur vetëm harnime të kësaj rrugës, vetëm mirëmbajtje deri në prishjen e radhës, deri në dëmtimin e ardhshëm, por tash ne po e bëjmë rindërtimin e tërësishëm të kësaj rruge fort të vlefshme.
Kryeministri në detyrë Kurti shtoi se nga operatorët ekonomik është informuar që punimet do të zgjasin mbi 200 ditë. Ndërkaq, ministri në detyrë infrastrukturës Dimal Basha njoftoi se në këtë rrugë do të investohet në vlerë prej 2.4 milion euro. Si që do u theksua, rruga do t'i trajtoj trotuarët, do të vë trotuarët të reja në ato hapësira ku ka nevojë, do të bëhet trajtimi i ujrave atmosferik. Gjithashtu shumë e rëndësi edhe për menaxhimin dhe rregullimin e stacioneve të autobusëve ku qytetarët presin çdo ditë, pra do të jetë një rehabilitim i plot prej 2.4 milion euro për qeverisë Kurti për qytetarët e Malishevës dhe gjithë. Basha u zotua se do të bëhet edhe fillimi për hartimin e projektit për pjesën e rrugës nga dalja e autostradës deri në Banjë. Ministri në detyrë infrastrukturës tha se për këtë ka marrë mbështetjen edhe të Kurtit, për çka shtoi se ajo rrugë është shumë e dëmtuar dhe duhet rehabilitim. 8 fëmijë të prekur nga fruthi po trajtohen në klinikën infektive. Mjekët dhe institucionet shëndetësore kanë ngritur alarmin se mos vaksinimi i fëmijëve po rikthen rrezikun e epidemive të rënda në Kosovë. 8 fëmijë të prekur nga fruthi po trajtohen aktualisht në klinikën infektive në Kosovë, ndërsa mjekët ngrisin shqetësimin e mos vaksinimit, se po rrezikon seriozisht shëndetin e fëmijëve. Në klinikën infektive vazhdojnë të trajtohen 8 fëmijë të prekur nga fruthi, një sëmundje rrezikshme ngjitse, që po rikthehet si pasojë e rënies së vaksinimit tek fëmijët. Mjekët tregojnë se gjendja e disa prej pacientëve ka qenë e rënduar, ndërsa njëri prej tyre është detyruar të marrë trajtim intenziv në 5 ditë në repartin pediatrik. Sipas mjekëve, të gjithë fëmijët e hospitalizuar janë të pavaksinuar, çka po konsiderohet si arsye kryesore për hapjes së rasteve të fundit. Drejtoresha e klinikës infektive Vera Berisha Ndreraj apelon tek prindrit që të vaksinojnë fëmijët dhe të shmangin rreziqeve që kjo sëmundje sjell. Deri më tani gjithsejt janë të konfirmuara 8 raste. Në klinikën infektive janë trajtuar që të gjithë, natyrisht me fillim kanë mujtë mos marrë drejt në klinikën infektive, për shkak se nga mjekët familjarë ose pediatrat e ndryshëm janë drejtuar në pediatri, por pastaj të njëjtit në konsultim me infektologun janë spitalizuar në klinikën infektive. Klinika e tyre, apo gjendja shëndetësore e tyre ka qenë deri mesatarisht e rëndë, sepse fruthi mund të kaloj edhe me forma të lehta, por rastet të cilat i kemi pas të spitalizuara kanë qenë forma të moderuara të rënda, ndërsa një prej tyre ka fituar dhe komplikime shumë të rënda, duke kërkuar ndihmë dhe kujdes në mjekimin intensiv. Edhe drejtori i shëndetësisë në Prishtinë Bujar Gashi thotë se vaksinat janë të disponueshme dhe se problemi kryesor mbetet hezitimi i prindërve për t'i vaksinuar fëmijët. Në përgjithësi, kujdesi parësor shëndetësor është i furnizuar me vaksinat. Vaksinat vijnë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, dhe deri tani nuk kemi pas ndonjë problem. Përjashtimisht bën vaksina kundër rotavirusit, e cila kam thënë në disa publikime dhe Instituti Kombëtar që mungon gjithë Kosovën, po që është në ardhje si për sot mora informatën që është në aeroport, po besoj që sot gjatë ditës ose nesër do të furnizohemi. Gashi shton se institucionet shëndetësore kanë nisur fushatave disuese përmes takimeve me prindër, rrjeteve sociale dhe platformave të tjera informative, me synim rritjen e nivelit vaksinimit dhe parandalimin e përhapjes së më të thjeshme të fruthit. Ftoj prindërit normalisht që mos të mirën me konspiracionet e rrjeteve sociale ose thënieve të tjera të cilat shtyjnë këta prind që mos vaksinohen. Ne të gjithë punëtorë shëndetësor që jemi tu nis prej me edhe të tjerë zbatojmë kalendarin e vaksinimit për fëmijët tonë dhe familjarët e tonë, sepse është vetmja formë, vaksinat mbrojnë gjithë dhe vaksinat mbrojnë për gjitha smundjeve që janë. Ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë se nëse numri i vaksinimeve vazhdon të bjerë, Kosova mund të përballet me një rikthim të madh të sëmundjeve që deri më tani konsideroheshin nën kontroll. Ata bëjnë thirrje që imunizimi të trajtohet si përgjegjësi kolektive për të mbrojtur jo vetëm fëmijët, por edhe të gjithë shoqërinë nga përhapja e epidemive të rrezikshme. Këtu e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendje dhe miropafshim në edicionet e radhës.